Aparatet e tensionit ndahen në dy grupe të mëdhenj, në manual dhe në elektronik. Aparatet manual janë dy llojesh. Një sfigmomanometri aneroid apo aparati i zakonshëm, quhet kështu pasi përdor manometrin për të lexuar vlerat e tensionit, dhe sfigmomanometri me zhivë apo aparati i tensionit me zhivë, i cili përdor shtyllën e zhivës për të lexuar vlerat e tensionit. Të dy janë të lidhur me një stetoskop, i cili i vendosur mbi enin e gjakut që kalon në pjesën e brendshme të krahut, kap tingullin apo tingujt që formohen nga kalimi i rrjedhës së gjakut nëpër këto enë. Këto dy modele aparate shëmatjes së tensionit përdoren rëndom në shtëpi dhe klinika. Sfigmomanometri aneroid apo aparati i tensionit i zakonshëm është lehtësisht i manovrueshëm dhe gjerësisht i përdorshëm. Ka nevojë për një trajnim minimal të pacientit ose familjarit për të siguruar një matje tensionit të saktë. Disavantazhi i përdorimit të këtij aparati është se, në fillim, personat pa eksperiencë mund të mos kapin sakt tingujt Korotkov që dëgjohen në kufjet e stetoskopit dhe si rrjedhim marrin dhe shënojnë vlera jo të sakta. Me praktikimin, edhe kjo aftësi fitohet nga çdo kush që i duhet të bëjë matje të shpeshta tensioni. Me shumë në rëndësi për këtë lloj aparati, edhe për gjithë aparatet që përdorin manshet, është përdorimi i numrit ose masës së saktë të mbështjelljes së krahut, bazuar kjo në perimetrin e krahut. Përdorimi i një mbështjellëse jo korrekte çon në matje jo të sakta. Kur mbështjellja e krahut është më e vogël se sa ajo që duhet, ka mundësi të tregojë vlera më të larta se mund të jenë realisht. Ndërsa kur mbështjellja është më e madhe se sa duhet, ka tendencë të tregojë vlera më të vogla nga ato reale. Kur ky lloj aparati tensioni kontrollohet, kalibrohet rregullisht, është shumë i saktë. Aparati i tensionit me zhivë konsiderohet si matësi më i saktë i tensionit sot për sot. Ky aparat në vend të manometrit përdor shtyllën e zhivës për leximin e presionit të gjakut. Është shumë i saktë për sa kohë pajisja përdoret me kujdes. Derdhja apo ndarja e zhivës nëpër tubin e saj dëmton funksionimin dhe saktësinë e tij. Disavantazhi i këtij modeli është se zhiva apo merkuri zotrojnë efekte të dëmshme, shëndetësore dhe ambientale. Për këtë arsye, është nxjerrë jashtë përdorimi nga shumë shtete të botës, kryesisht ato perëndimore. Sfigmomanometri hibrid apo aparati i tensionit hibrid përmbledh karakteristikat e dy aparateve, atij aneroid, pra aparatit të zakonshëm, ndërthurur me aparatin digital. Mansheta fryhet me dorë. Tingujt Korotkov kapen me stetoskop, ndërsa vlerat dalin të shfaqura në ekran digital. Sa i përket saktësisë, krahasohet me aparatin me zhivë. Edhe ky aparat ka nevojë për kalibrime periodike. Aparatet e tensionit digital, apo siç quhen ndryshe aparatet e tensionit elektronik, tashmë kanë një përdorim të gjerë, kryesisht për arsye të lehtësisë në përdorim dhe përshtatshmërisë. Këto aparate janë veçanërisht të përshtatshëm për përdorim në kushtet e shtëpisë. Tipet e aparateve të tensionit digital janë: 1. Monitoruesi digital me manshet të pjesës së sipërme të krahut, quhen kështu aparatet që kanë dhe përdorin mbështjelljen e krahut që vendoset dhe fryhet në pozicionin mbi bryl. Mansheta në këtë pozicion është plus sa i përket saktësisë në matje. Aparati digital apo elektronik me mbështjellëse krahu mbi bryl hyn të matësit e saktë të tensionit të gjakut. 2.
monitoruesi digital të kyçit, quhen kështu aparatet që mbështjelljen që fryet e kanë të kyçi. Janë kompakt dhe lehtësisht të përdorshëm kudo. Janë të këshillueshëm për personat që udhtojnë. Kërkohet që gjatë matjes së kyçit të jetë në nivelin e zemrës. Sa i përket saksisë, vijnë pas atyre me manshet që vendoset në pjesën e krahut mbi bryl. 3. Monitoruesi digital të gishtit. Janë të vegjël dhe të lehtë. Matin tensionin me anë të sensorëve që vendosen në kontakt me gishtin. Përgjithsisht, janë me pak të saktë dhe nuk janë shumë të këshillueshëm. 4. Monitoruesit smart të tensionit. Janë një lloj i veçantë i aparateve digital. Hyjnë të aparatet me saktësi të mirë. Avantazhi apo epërsia atyre lidhet kryesisht me lidhjen për punimin e të dhënave dhe funksionet shtesë që ka ky model aparat tensioni. Monitoruesit smart lidhen me smartphone ose me aplikacione të ndryshme nëpërmjet Bluetooth. Bëjnë ruajtje automatike dhe afatgjatë të dhënave. Ndërtojnë grafik që tregon ecurinë dhe trendin e tensionit tuaj. Nxjerrin mesatare të tensionit. Bëjnë analiza të vlerave të gjetura. Japin alarm për situatat që kanë rrezik. Sa i përket funksioneve shtesë janë monitorimi i rrahjeve të zemrës ose zbulimi i rrahjeve të parregullta që shfaqen në aritmi të ndryshme. Është aparati i sotmes edhe të së ardhmes. Faleminderit.